Emrama dhe shumë faleminderit. Radhë parë kam dëshirë me falenderua Franz Gjokën për këtë bashkim dhe besoj që është një gjatë që duhet me ba shumë ma shpesh bashkëpunimi mes Shqipnijet, Kosovet dhe politikanëve tanë që i përfaqësojnë popullin tanë në trojet e tyne. Mariana të uroj sukses, e di se ke disa karakteristike të çuditshme, por ata e don politika. Don ide të reja, don një frymë të re, një ide të re, një perspektivë shumë më të advancume se sa disa që mesin për shembull në politikë të vjetër. Besoj që kurse ke ardhur në Amerikë, ke ardhur në Michigan, me na pa, me na takuar ne, ti e ke atë dëshirë me pas bashkëpunim me njoftua këtë diasporën shqiptare e cila tanë jetën që e di vetë janë munua për të mirë të popullit shqiptar, kudo që janë. Më dhanë janë shumë vullnet mirë këta persona që ke këtu. Ka mirë që kur ka ardhur Pandeli Majko me 2016 e kem mirë prit këtu, edhe në atë kohë me para porosia dhe kërkesë që i kom ba, me gjithë se diaspora tjetër e kanë edhe kedit e Bostorit dhe New Yorkut, e kishin ranë harres se i pashin në kërkesa shumë të vogla, i thaq një gjanë që është e domosdoshme me pas drejtën e votimit diaspora edhe përfaqësimin në shtetin shqiptar. Sepse këta njerëz që keni jashtë shtetit shqiptar janë një shumë me madhe se sa keni brenda kufive trojve shqiptare sot për sot. Kështu që gjithmonë, për mendimin tem, për sa ti është në parlamentin shqiptar, mendo i grim për diasporën shqiptare që ju donë atë shumë sa ju nuk kishin me besua. Jam totalisht i llanun për kandidatat tanë që janë sot për sot kandidat për politikën amerikane, si Suzana Shkreli. Unë nuk e këshyri se çfarë partijet e pëlqej, e në kotar çka kam ka ma shumë pesh për mua, është individi. Jam antar i një politik tjetër, po kur vjen puna, duhet me zgjidh kandidatin cili më përshtatet. Për mua më përshtatet shqiptar. Vetë dëshiroj që tanë shqiptarët, ata që kanë mundësi të regjistrohen para kohet, që ju shtash do të me nisë më regjistrua për me votua Suzanën Shkreli për sekretar shtetit të Michiganit, është e domosdoshme për pa regjistrim në Partinë Demokratike, je republikan të për një ditë ose për 2 ditë, mund është me ndryshua dhe partinë për me ndihmua një bashkatletare që është totalisht për ne. Kështu që për një ditë ban ju demokrat, votonje, nesre ban ju republikan, edhe shkojmë gusht me kadre, votojmë Robert Gjurgjuraj, edhe Renis Nushaj, po të thëmë të 3 janë sketqyëshëm i njët të tanë, jo pse të 3 janë advoketën, kjo është një gjatë që rasisht ka nëllë, besoj që keni me pas përfaqësim shkëtqyshmi kjo pëse që votoni këta njerëz. Uroj sukses tanë, Saini, faleminderit për këtë moment që më latë për me shpreh disa manime dhe mia personale, por mendoj që çdo njeri prej jush duhet me ardhë një farë konkluzionit. Pse? Se në qoftë se na nuk kemi sukses kësaj rrallë, jo kandidatat tonë, se ata kanë suksesën kjo pëse se na levizim për me inimu ata, kjo pëse na dalim me votua, po nuk duhet me votua, na keme në pasqyrë vetë vetin për humbjen që kem pas, ose kem me celebruat të në zbashkut, fitoren që kem të në zbashkut, me kandidata që i paraqesim. Gjithashtu edhe për Shqipëri, kushdo që janë në pushtet, a kushdo që janë përfaqësuesat tanë, na jem krenar me ta, bashkëpunojmë me ta, s'do të me vëmure a janë Parti Socialiste, a Demokrate, a është ideja mirë,
është për të mirin e komit, është për mirë të eventit e riniset, ardhmën e saj, na duhet me mbështet. Jo me isha, jo me u marrë me të keq me ta, po gjithmonë duhet me mirë prit. Aja është domethënë gjaja më e keqe që e tie shumë shpesh është që jo ky, jo ai, jo ky është i kësaj parti, vetëm e tie emrin parti, po nuk ka punat e partia, punat e ideja, veprimi, suksesi e përparimi. Zoti ju bekoft, faleminderit shumë. Unë tjetër ai. Oh, you better take this. Përshëndetje, jam i nderuar që jam këtu mes jush. Do të vazhdoja në atë diskutimin e avokatit dhe edhe unë jam në të njëjtin linjë mesazhi që ne duhet të bashkohemi pas vëllezërve dhe motrave tanë shqiptar, sepse kemi rastin historik që diaspora shqiptare, jo vetëm në Michigan, por dhe në gjithë Amerikën, të jetë përfaqësuar. Në linjën partijake, edhe unë jam me avokatin, në ato elementet e përfaqësimit partijak, por gjithmonë them me shpirt që I can be a Democrat for one day because I'm Albanian all my life. Edhe unë do t'jem demokrat për një ditë dhe do t'i bashkohem Suzanës në një mbështetje të jashtëzakonshme që ajo t'jetë sekretarja e re e shtetit të Michiganit. Përshëndes mikpritsin, Frank Gjokën, të gjithë pjesëmarrësit, veçanërisht edhe shokët e tavolinës që më dhani shtys për me folë të. Jep edhe ti mendimin si që duhet. Falenderoj dy kandidatët, po Platoni thoshte, kur të mirët nuk merren me politikë, I japin shansi inferiorëve të merren me politikë. Ne I kena pru më të mirët. Mariana Koçeku, deputete e PS-s, edhe unë si fans, am kupton se e shoh politikën nga larg, as drejt votët s'kam pas, se kam pas një pasaport 2003-shit, e cila nuk funksiononte, por preferoj atë që miku im atje nuk e ka qef, preferoj Edi Ramën, duket më mirë nër këta aktorët e politikës tash për tash. Por ne kena pru në tavolinë si komunitet, më të mirë në tavolinë e politikës. Ata që ulen në tavolinë e parë munden fort kollaj të bëjnë pjesë në vendimmarrje. Kur s'kena pjesë në vendimmarrje, atëherë është e kotë. Mund të bëjmë politikë kotë. Kemi më të mirët. Suzanën që është si maratonomake. Maratona kur niset nuk mund nalet. Kur merresh me politikë, duhet të në kohën me u marrë me diçka, mu angazhu. Roberti gjithashtu dhe Renisi janë më të mirët, por metet prej nesh që ne të angazhohena edhe të votojmë për ta. Kjo është Chelsea. Marian, të uroj sukses, je deputete, ai deputetit në atë parlament, Suzana, sukses edhe ty, ke votën teme, edhe Roberti dhe Renisi. Ju falenderoj dhe ju, dhe ju uroj gjitha të mira. Tash po flas si deputete se pavarësisht se kam 6 muaj aktivitet politik dhe kur ma parë njëtën teme se jam marrë as në parti as në politikë dhe t'ju thëmë drejtë nuk e kam pas simpati as fort në aq më tepër jam kanë shumë kundër atyre që shifshin si militantizëm e oportunizëm anën partijake dhe politike. Këto ditë në shumë tjera më kanë pyetur se çfarë bëhet ka Shqipnia. Çfarë bëhet? Bëhen shumë gjëra, po e kam për detyrë morale pikës pari dhe profesionale që t'ja bëj far raportimi. Unë si deputete që kam bë deri tash, që kam kërkua, që synoj me bë. Se unë realisht nuk e shoh vetin, pa dyshim duka gjini është kanë piknisja, guri edhe ka determinu atë që unë jam sot e njëtë me familjen të me rajt edhe vujtjet e sakrificat që janë rritë për të mi familja jeme,
e ta njerëzit dhe asaj zonave, përfshi edhe mua primem ka sill turizmin politik, se ja kam nis turizmin pa drita, edhe t'u la tesha me dorë. Se e përmeni profesor Lajshi që e falenderoj që e përmeni që vini zonë ku historikisht është lanë harres prej tëna sistemeve, s'ka pas përkrahje politike, e kam thonë, e thom prap, dhe çdo gjë që është bë prej banorëve të aty në zona dhe forcës tyne të pa mboshtur historikisht dhe sakrificave të tyne. Është bë piknisja dhe frymëzimi jem për me nis ky rrugtim, pikërisht prej këtyre nevojave, mungesave që ka pas, se është e dhimbshme pikëspore dhe pa drejt që treba të tilla historike, jo vetëm Duhaxhini, po tana trevat e Shqipënisë kanë plagë të vujtjet e veta, të mos përfatësohen edhe të lihen në harres. Ashtë dosh marrë bota me na kallëzue sa mirë jena, se na nuk kena pas sy me pa realisht. Edhe kur kam pranuar për me hy kësa rrugë, që si shte kollajt se o tha ma parë nuk vi për një familje as intelektuale, as të pasun dhe as të njoftun. Dhe kur kryeministri ma propozoi, dhe unë i thash por listë myllën, tha po ti pse tha listë myllën? Pse tha duhet ti me kanë listë myllën, ishte pyetje retorike. I thash, jem Shkodër nuk do thot asisen, nuk ma njeh kurkush, ko qek do me thanë shkam, noja e di mirë, se primen jam rrit ma e një shkami si tanë Duhaxhinës dhe dy në zonave. Por ashtë familja jeme, i thash brumi që më kanë dhanë, edhe ashtë kurajoja jeme dhe inteligenca jeme që më ka pru këtu sot, dhe ka marrë prej një pune, nuk do t'kisha dosh, nuk kam punër tjerve, po vje formume prej punës dhe jo prej asnjë faktorit të tjetër, edhe besoj se e meritoj për me kanë. Politika nuk ka lumtuni, e kam ditë po hi, ala, nuk ka as rahati, sepse është luftë ditë e natë, luftë me median, që jo gjithmonë është e drejtë, luftë mrena dhojit, luftë jashtë dhojit, luftë se njerëzit jashtë menojnë se ke gjithçka në dorë, është me shkop magjik që bëhet gjithçka, edhe luftë se do shumë me e bon, po jo gjithmonë munesh, edhe nuk është një shkollaj sa duket ka ana tjetër. Por i luftë e ka gjithkush e njeta, që ma tepër kur hin politik duhet ta kesh shumë qartë se cila është lufta jote e armët e tua. Lufta jeme më e madhe dhe nëse unë nuk do të arri për me realizue, për mu do t'jetë humje shumë e madhe njerëzore personale pikëspare, është rruga Duhaxhinit.